Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Nga 1 janari 2026 pritet rritja e çmimit të energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Enti regulatori i energjisë vendosi që çmimi i energjisë do të rritet me 2.45% në bllokun e parë, 2.87% në bllokun e dytë dhe 3.32% në bllokun e tretë dhe 3.84% në bllokun e katërt, ndërsa tarifa e lirë do të rritet me 2.5%. Kryetari i Entit Regulator të Energjisë, Marko Beslimovski, deklaroi se për 85% të familjeve shtrëngtimi do të jetë 2.28%. Kryeministri Edi Rama paralajmëron ndërtuesit se nuk do të ketë tolerime në taksa dhe detyrime. Gjatë një takimi me sipërmarrjen private në kuadër të paqes fiskale, kryeministri u shpreh se ndërtimi është sektori me fitimin më të lartë në Shqipëri dhe bizneset vijojnë të deklarojnë punonjës me paga minimale. Nuk mund do të tolerohet që ndërkohë që ne miratojmë projekte që janë të cilësisë parë kur i shef, atje në terren shpesh nuk ngjajnë fare. Nuk mund tolerohet që siç ndodhi paracakohesh me një zonjë që kishte bler apartamentin me balkon dhe kur vajti i kishte ikë balkoni. Këto gjëra janë kriminale. Ashtu si kundër është kriminale që njerëzit paguajnë për të marrë një shtëpi dhe pastaj mos marrin dot hipotekën sepse ndërtuesi luan me lejen. Gjërat do të ndryshojnë edhe për shkak se ne tani kemi vendosur me ligj listën e zezë. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej konfirmoi se norma 5% që u përcaktua në ligjin për vlerësimin e pasurive të paluajtshme përmban pikërisht faktin edhe të amortizimit banesave. Malej informoi se janë duke punuar që gjithë kuadri ligjor fiskal të njësohet dhe të jetë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Sipas tij, nëse kuadri fiskal i Bashkimit Evropian parashikon që normat tatimore për transaksionet nga pasuritë e paluajtshme të jetë më ulët, atëherë kjo do të reflektohet edhe në Shqipëri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargraves, tha se ishte i befasuar me profesionalizmin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Ambasadori përshëndeti përpjekjet e komisionit që zgjedhjet e 28 dhjetorit të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe në përputhje me të gjitha ligjet dhe procedurat e Kosovës. Faleminderit Kreshnik Radoniqit dhe ekipit të tij për përpjekjet të pakursyera që zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme të zhvillohen në mënyrë të qetë dhe në përputhje me ligjet dhe procedurat e Kosovës, shkruan ambasadori britanik në Kosovë. Gjykata Supreme Speciale ka hedhur poshtë kërkesën e ish kryetarit Kuvendit Kosovës Kadri Veseli për lirim të parakohshëm. Sipas njoftimit të kësaj gjykate më 19 dhjetor, paneli i Gjykatës Supreme refuzoi kërkesën e Veselit për mbrojtje të ligjshmërisë e paraqitur në mënyrë konfidenciale në nëntor të këtij viti. Kërkesa kishte të bënte me një vendim të panelit të Gjykatës së Apelit të datës 13 gusht të këtij viti, përmes të cilit ishte konfirmuar vendimi i trupit gjykues për rrëzimin e kërkesës së Veselit për lirim të parakohshëm. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.